Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim disa kreker për fëmijët. Janë kreker me djathë të dashur miq, pra mund t'i përdorni në vendin e patatinave apo krekerave me djathë kur ua kërkojnë fëmijët. Dalin shumë të shijshme, nuk ka nevojë që t'i blejmë në dyqan, t'i japim diçka të paketuar, ndërkohë që mund t'i bëjmë shumë thjesht vetë, me pak djathë kaçkavall dhe me pak gjalp. Dalin fantastike, janë shumë krokante, erëzat i rregullojmë sipas dëshirës dhe fëmijët do t'u pëlqejnë jashtëmase. Në vendin e patatinave, mund t'i servirni këto, do të marrin të njëjtën shije, por do të jemi ne të sigurt për produktet që kanë. Pra nuk kanë koncentrate, apo ngjyrues, apo gjëra të tjera. Le të fillojmë nga puna. Do të na duhet 50 gram gjalp, siç e shikoni, 100 gram djathë kaçkavall të tipit çfarë të dëshironi ju, kë preferoni ju në shtëpinë tuaj, atë përdorni. Djathin kaçkavall e grim në rende dhe procesin do ta bëjmë të gjithën në një blender. Pra siç e shikoni, të gjithë djathin kaçkavall e kam hedhur në blender. Do t'i shktoj 2-3 lugë miell. Në total unë e kam përdorur të gjithë këtë gotën e miellit që ju shikoni. Por i kam shtuar pak si fillim, pastaj kam shtuar dhe gjalpin. Gjalpi është i butë në temperaturë ambienti. I kam shtuar piper të kuq, nuk është shumë djegës, është i mesëm. I kam shtuar erëzën curry, rigon dhe 2 lugë ëmbëlsirash me fara susami. Të gjithë këta produkte, siç e shikoni, do t'i bluajmë në blender. Në fund do të përftohet një brumë si brumi i biskotave. Nëse blenderin e keni të vogël, siç e kam dhe unë, mund ta trazoni her pas here që masa të bluhet mirë. E kalojmë masën në një enë dhe do ta shikoni që masa, edhe pse është në këtë gjendje, merr formë, pra merr formë si të jetë një brumë apo miell i fërkuar me gjalp. Pra ka atë butësinë dhe yndyrën që ka gjalpi. E trazojmë mirë dhe mund t'i shtoni pak krip nëse djathi që përdorni nuk është shumë i kripur. Nëse djathi që përdoret është i kripur, nuk ka nevojë t'i shtoni krip. Siç ju thash, në total kam përdorur një gotë 200 ml me miell. I kam shtuar një gjysmë luge ëmbëlsirash me fryrës për pjekje, fryrës keku, dhe masën për ta mbledhur i kam shtuar pak qumësht, siç e shikoni, duke e kontrolluar. Masa dhe në këtë gjendje ngjeshet të dashur miq, por thërmohet kollaj sepse është një masë me gjalp, ne kemi dhe me djathë dhe mielli është fërkuar mirë me të. Për këtë arsye, për ta ngjeshur, për ta ngjitur, pra për ta bërë si një brumë, do pak fare qumësht. Këtë do ta kontrolloni vetë me sy. Do t'i hidhni pak dhe do ta formoni si brumë. Pastaj këtë mas brumi e hapim mbi një letër pjekjeje që ta keni kollaj për ta transferuar në tepsi pasi i kemi dhënë formë. Siç e shikoni, përsipër nuk kam përdorur letër pjekjeje për ta hapur sepse masa është me gjalp, nuk i ngjitet oklavas, është kollaj për ta hapur, se të thuash, mjafton një letër poshtë. Letra poshtë duhet sepse kur ta presim, format për t'i kaluar në tepsi e kemi më kollaj. Mund ta prisni sipas dëshirës. Unë e kam prerë në shirita të hollë për së gjati dhe pastaj për së gjerin. Në këtë mënyrë kemi përftuar kubik të vegjël krekeri. Me anën e këtij termometri i kam të shpuar në mes që mos të fryen përsipër. Kjo është opsionale, mund ta bëni ose mund mos ta bëni. Masën pasi e kam prerë në këtë formë, e kam lënë një 10 minuta në frigorifer në ngrirje dhe pastaj e kam kaluar në tepsinë e furrës. Në këtë mënyrë, kur ngrim për 10 minuta, e kemi më kollaj për t'i larguar nga njëra tjetra. Me thënë të drejtën, nuk e kam provuar t'i pjek të gjitha bashk, të ngjitura, ashtu siç i prem. Besoj që edhe në atë mënyrë do ndahen kollaj nga njëra tjetra, por unë i futa në ngrirje për t'i ndarë
më kollaj fetat e krekerit nga njëra tjetra. Për të mos rrezikuar thyerjen e gabuar, unë veprova në këtë mënyrë, por besoj që dhe vijat e prerjes me thik do ta bëjnë ndarjen shumë kollaj. Kjo është dhe rezultati të dashur miq, dalin fantastike. Ja bëjnë kërc kur kafshohen dhe janë shumë të shijshme sepse janë vetëm me djathtë kaçkavall dhe gjalp. Erëzat i keni ju në dorë, mund të hidhni erëzat e preferuara. Jam e sigurt që fëmijët do ua pëlqejnë jashtëmase, shpresoj t'i provoni dhe të më shkruani në komentet më poshtë se si ju doli. Për mendimin tim, janë një ide fantastike për fëmijët që konsumojnë patatina, që kanë dëshirë që her pas here t'u blini gjërat të marketit, mirë është t'i bëjmë vetë dhe ata të kënaqen me të njëjtën shije. Kjo ishte edhe receta për sot, shpresoj t'u ketë pëlqyer. Nëse po, mos harroni t'i jepni një like dhe të më shkruani në komentet më poshtë. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.